Pashkët, ngjallja e Krishtit dhe fitoria e jetës. Pashkët janë zemra që rreh në gjirin e fesë son të krishterë. Ato nuk janë thjesht përkujtimi i një ngjarjeje të kaluar, por kremtimi i një realiteti të gjallë që ndryshon gjithçka. Ngjallja e Jezusit nga të vdekurit. Siç thot Shën Pali, në qoftë se Krishti me të vërtetë nuk është ngjallur, atëherë i kot është predikimi ynë, i kot besimi juaj. Ngjallja nuk është vetëm fundi i historisë së mundimeve. Ajo është fillimi i një jete të re për gjithë njerëzimin. Është përmbysja e frikës, e dhunës, e mëkatit dhe e vdekjes. Është hyrja e një drite që nuk shuhet më. Zanafilla e dëshmisë, ungjit dhe nxënësit. Leximet liturgjike të pashkëve, qoftë nga veprat e apostujve, nga letrat e Shën Palit, apo nga ungjit e Gjonit dhe Lukës, paraqesin një realitet të përbashkët. Besimi lind nga përvoja. Pjetri dhe nxënësit e tjerë nuk fillojnë të predikojnë sepse kishin një ide të re teologjike, por sepse panë dhe përjetuan një realitet që i ndryshoi përjetësisht. Ata që pak ditë më parë ishin të mbyllur nga frika, tani dalin me guxim e gëzim të shpallin se Jezusi është gjallë. Maria Magdalen, gruaja e thjeshtë dhe e plagosur nga jeta, bëhet apostullja e parë e ngjalljes. Ajo nuk e njeh Jezusin në fillim, sepse ngjallja nuk është thjesht një kthim në të kaluarën, por kur dëgjon emrin e saj, ajo e njeh zërin e bariu të mirë. E kam parë Zotin, dëshmon ajo. Dhe kjo është zemra e ungjillizimit, jo vetëm të flasësh për Jezusin, por të ndash përvojën personale të takimit me të. Jo ringjallje, por transformim. Është me rëndësi thelbësore të kuptohet se ngjallja nuk është një ringjallje fizike si kthimi i Lazarit. Askush nuk e pa momentin e ngjalljes, ajo nuk ndodhi në sytë e botës. Jo, ngjallja është një realitet i ri i jetës, një mënyrë e re e pranisë së Krishtit mes nesh. Ai është kudo ku është bashkësia e tij, ku ndahet buka, ku dëgjohet fjala, ku jetohen virtytet e ungjillit. Kjo është arsyeja pse nxënësit në rrugën e Emausit nuk e njohin Jezusin në rrugë, por vetëm kur ai e thën bukën me ta. Ai është i pranishëm, por në mënyrë tjetër, në Eukaristi, në kishë, në të afërmin. Pashkët, thirrje për një kthes të thellë. Ngjallja e Krishtit nuk është një ngjarje që festohet vetëm në një ditë. Ajo është kthes jetike për secilin prej nesh. Siç e thekson Shën Pali tek letra drejtuar Kolosianëve,
Nëse jeni ngjallur bashkë me Krishtin, kërkoni gjërat që janë lart. Kjo do të thotë, jetoni si njerëz të ngjallur, jo të robëruar nga frika, urrejtja, mendjemallësia apo zemrimi. Në leximin alternativ nga letra e parë drejtuar Korintianëve, kapitulli 5, Shën Pali e krahason këtë kthes me heqjen e brumit të vjetër dhe përkatitjen e një brumi të ri, të pastër, pa tharmin e ligësisë, por me bukën e sinqeritetit dhe të së vërtetës. Pashkët janë momenti kur Zoti na fton të pastrojmë shtëpinë e shpirtit dhe të bëhemi krijesa të reja, aleluja, të gjalla në botën e përditshme. Jemi ne tani trupi i Krishtit. Pas ngjalljes nuk është më Jezusi i Nazaretit që ecën në rrugëve të Galilees, por është bashkësia e besimtarëve që bëhet trupi i tij i gjallë. Ne jemi tani zëri, duart dhe zemra e Krishtit në botë. Kjo është përgjegjësia jonë, të dëshmojmë me fjalë dhe me jetë se jeta ka triumfuar mbi vdekjen, se dashuria është më e fortë se urrejtja. Kjo është zemra e misionit tonë si të krishterë, jo vetëm të shkojmë në meshë, por të bëhemi vetë meshë e gjallë për botën. Të japim falje aty ku ka mëkat, të mbjellim shpresë aty ku ka dëshpërim, të ndërtojmë paqe aty ku ka ndarje. Çdo ditë është ditë Pashke. Kremtimi i pashkëve nuk mbyllet me meshën e të dielës, por vazhdon çdo ditë në jetën tonë të përditshme. Çdo ditë është një ditë ngjalljeje, kur ne zgjedhim të besojmë, të duam, të falim, të shpresojmë. Ne jemi thirrur të bëhemi dëshmitar të ngjalljes, si Pietri, si Maria Magdalen, si nxënësit në Emaus. Ne nuk jemi thjesht besimtar të një doktrine, jemi miq të një të gjalli, të Jezusit, i cili jeton e vepron përmes nesh. Pashkët janë më shumë se një fest. Ato janë një mënyrë e re e të jetuarit, në një botë shpesh të mbytur nga errësira dhe humbja e shpresës. Ngjallja e Krishtit është ftesë për të bërë ne vetë dritë, jetë dhe dashuri. Të ngrihemi bashkë me Krishtin dhe të bëhemi pasqyrë e lavdisë së tij. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Aleluja. Juaj Dom Shtjefën Dodës, drejtor programi në Radio Marinë e Kosovës.